Zoti Meçe, ndihmoni ju lutem. Unë ju thash që domethënë ju dëgjova dhe kuptova çfarë ju thatë dhe kjo është arsyeja që unë ju telefonova sot dhe ju thash që duhet patjetër të bisedojmë për këtë moment. Ta themi fare qartë, çfarë materiali është përdorur në fasadën e pallatit, bëjmë fjalë për fasadën, se një aksident, një copë zjarr, një ndezje letrash, mund ndodh kudo. Por çfarë materiali është përdorur këtu në fasadën e pallatit që është shkëmbuar në Tiranë? A është materiali i lejuar nga ligji në Shqipëri apo ligji është maliqi këtu? Dhe a është përdorur njëjti material në shumë ndërtime të tjera? Se këtu është rreziku pastaj se. Hajde u dojt një po. Dëgjova me vëmendje gazetarën tuaj dhe për të vërtetës kam jo kontestime, po të merrtisht kontestime, sepse është një zë i cili sot është bërë të kuptojmë si frym, është përhapur në opinionin publik duke dhënë disa të vërteta që nuk janë të vërteta. Së pari do të them, gjithë fasada është veshur me lesh guri. Gjithë fasada është veshur me lesh guri. Jam i qartë. Detaj arkitektonik i përdorur atje është një detaj që është standard dhe shumë i mirë si detaj. Që do të thotë veshje me lesh guri, izolimi i leshit gurit nga ambienti me një material që ky është plastik, ja ku është lesh gurit, shifeni se po nxjerrin fasadën, një gjithë ky është lesh gurit që nuk digjet dhe nuk është djegur. Ka një material plastik që vjen pas tia që izolon leshin e gurit në ambientin e jashtëm, sepse leshi i gurit në veprim në agjentin atmosferik shpërndahet dhe është i dëmshëm për shëndetin sepse vjen në fraksione shumë të imta dhe dëmton shëndetin, dëmton mushkrit. Për këtë arsye vendoset pjesa e dytë. Së treti vendoset alukobondi ose veshja e jashtme. Duket alumin, me një shtres tjetër. Atëherë, alukobondi është i përbërë nga një shtres alumini dhe mëtej pastaj një shtres që nuk është skum, prandaj ta thaksoj edhe një herë që në fillim, por është polietilen. Polietilen që do të thotë lendë që vjen nga ujli, nga nafta. Që digjet në mënyrë atëherë është bazë hidrokarbure, me bazë hidrokarbure. Po, këtu qëndrojmë zoti Meçe, te kjo këtu qëndrojmë. Kemi okej. Ja pra jam shumë dakord me to. Po inxhinier, vazhdo. Këtu qëndrojmë. Polietileni është me trasi vetëm 3 mm në këtë rast. Nuk është skum. Dhe nuk është lehtësisht i djegshëm, duhet thënë që në momentin e parë, pastaj do të them si që shtel. Në standardet shqiptare nuk ekziston sot asnjë bazë kusht teknik as ligjor mbi standardin e këtij materiali. Flas gjithmonë për panelin që i themi alukobond. Por ka një detyrim që të respektohet standardi evropian i mbrojtjes kundër zjarrit. Që do të thotë, standardi evropian klasifikon disa shkallëzime të materialit që përdoret për fasada dhe ai i cili është i domosdoshëm përdoret në fasada është opsioni A2 dhe A4. A2 dhe A4 kanë këtë strukturë alumin, përsëri kanë këtë materialin që po them unë, por nuk është i djegshëm, ky është ndryshimi. Materiali polietilen mund të ketë adetiv brenda, të cilët e kthejnë polietilenin në material të padjegshëm, por mund të jenë dhe materiale të certifikuara tani jo me P, se në standardin evropian është P polietilen, por është me materiale rezistuese ndaj zjarrit. Si detaj arkitektonik duhet thënë që është detaj më i avancuar i një fasade. Do ta ndjekim këtë problem, si do të procedojë shteti. Shteti është fajtor për këtë punë. Ligji, mos zbatimin e ligjit dhe rregullit. Ky është një rast ku zjarri, nëse në Tiranë ka, po themi, 100 objekte të mëdha, dendur sa është Tirana, të ndërtuar në këtë mënyrë, merrem me mend se pas aksidenteve. Në këtë rast, se tani dolën sot edhe ca fëmijë thonë, po fëmijët mund ta bëjnë, në këtë rast, gjithë banorët janë besë të shtetit atje, se kanë marrë një godinë që e certifikon shteti. Ikim nga ky moment, zbresim në një spak
përfolur kjo dhe në media, ka goditur grupin e Jetmir Pepës. Grupin kriminal të Jetmir Pepës. Që shumë kush, shumë njerëz se kanë dëgjuar çështë, i cili merri me trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Janë 11 urdhra arreste dhe sekuestrimi miliona eurove pasuri. Çfarë është ky grup? Ku e zhvillon aktivitetin? Sa kohë? Konkretisht për çfarë akuzohen pastaj? Ç'është ky grup? Dhe sa kohë ka aktivitet? Se këta janë marrë dhe me biznes, dëgjova unë. Tani, prokuroria e posaçme, apo do vazhdosh? Prokuroria e posaçme ka firmosur pas një hetimi 1 vjeçar 11 urdhra arreste, ku më kryesori prej personave të dyshuar është Jetmir Pepaj ose i njohur si Mir Pepaj. Ky konsiderohet si kreu i grupit, është personi i cili është i lidhur me kompaninë Pepa Group dhe kompania Pepa Group, por edhe një sër kompanish të tjera janë aktualisht nën sekuestro dhe llogaritet pasuria e tij të shkojë te afro 12 milion euro. Pra kjo është pasuria që është sekuestruar nga ana e Spakut. Rezulton që ky grupim kriminal, duhet të sqaroj që nga 11 persona vetëm 3 janë arrestuar, njëri prej cilëve është vllai i Jetmir Pepajt, ndërkohë janë dhe 2 persona të tjerë antar të dyshuar të grupit, ndërkohë që pjesa tjetër nuk janë arrestuar. Jetmir Pepaj rezulton prej disa muajsh jashtë vendit. Tani lidhur me hetimet bëhet fjalë për pas zbërthimit të aplikacionit koduar Sky ECC janë evidentuar të paktën 8 episode të trafikut të kokainës në sasi të mëdha 1 ton, 2 ton, 5 ton e tjerë me radhë, por në total janë 7.5 ton kokainë që janë kryesisht të transportuara, të trafikuara nga Ekuadori ose nga Peruja në drejtim të Holandës apo të Belgjikës. Destinacionet ishin të ndryshëm, për shembull kishte një rast në drejtim të Suedis, një rast tjetër në drejtim të Hungarisë e të tjera me radhë, dhe ndërkohë kishte forma të ndryshme se si transportohej lënda narkotike, futej në rrush të thatë, gjë që nuk e kisha dëgjuar më herët, futej në lëng frutash të ngrira, përdorej në konserva peshku e tjera me radhë. Droga? Po, droga, në format të ndryshme. Pra shkonte për shembull rrushin e thatë e hasja për herë të parë nga këto grupime që janë goditur deri tani nga ana e prokurorisë posaçme. Po përtej fakti që Jetmir Pepaj është një person i dyshuar tashmë për trafik, grup kriminale e tjera me radhë, ajo çfarë bën përshtypje është që kompania që zotrohet nga familjarët e Jetmir Pepës, kompania Pepa Group, rezulton të mos ikim nga profili Jetmir Pepës. Vazhdon? Tani Jetmir Pepa nuk është se kishte një profil të jashtëzakonshëm në Shqipëri, ishte thuajse një person i panjohur në 2 momente. Ky jetonte këtu. Pjesë më të madhe të kohës jetonte mes Shqipërisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian dhe her pas here në Dubai. 2 momente ishte bërë publik. Një moment kur pati një sherr me krerët e një tjetër grupimi kriminal në një nga zonat rezidenciale në jug të vendit dhe u përplasën në një nga lokalet kryesore atje, por sherri mes tyre u shua me sa duket edhe për shkak problematikave që kishin, dhe momenti dytë pas përplasjes së 2 vajzave të showbizit, që njërën e kishte patur ish partnere dhe tjetrën partnere. Pra këto janë 2 momentet që është përfolur në median shqiptare, po sa i përket trafikut kokainës, nuk kishte patur akuzë të mëhershme, pavarësisht se kishte ndryshuar mbiemrin dhe kishte edhe një mbiemër tjetër.